Allahu don dhe Sulejmanit a.s. kur i vjen momenti i vdekjes, i vjen në një pozitë jashtëzakonisht interesante, që nuk do të ishte e zakonte. Ai vdes në këmbë, i mbështetur në shkopin e tij. Gjendet derisa po e shohin Sulejmanin a.s. në atë pozitë, për disa ditë të tëra janë të bindur që Sulejmani po qëndron dhe po i monitoron këta duke bërë punë, dhe ata po i japin zor që të punojnë edhe më mirë dhe më shumë dhe t'ja mbushin syrin mbretit të tyre, udhëheqësit të tyre Sulejmanit a.s. se janë punëtor të devotshëm dhe të denj, e të përkushtuar. Në këtë rast, Allahu xhalla xhelaluhu kishte marrë shpirtin e Sulejmanit a.s. dhe ai qëndroi ashtu për disa ditë, e aty rreth tij ishin gjendët të cilat nuk po dinin se çfarë po ndodh me Sulejmanin, që nuk po lëviz nga vendi. Gjersa një ditë prej ditëve, shkopin e tij e han një krimb. Domethënë e dobëson derisa me thymjen e shkopit rrëzohet edhe Sulejmani a.s. dhe kuptohet se ky tashmë sa ditë që ka i vdekur. Aty e kuptuan gjendët, por ç'është më interesante, ja kuptuan edhe njerëzit që e kishin pa Sulejmanin a.s. në atë gjendje dhe nuk kishin kuptuar se kishte vdekur. Dhe ata vetë e pan dhe e kuptuan se hajde ne njerëzit se pas këm ditë se çfarë po ngjan me të, qysh nuk arritën gjendët ta dinë se ky tashmë kishte vdekur, por ata vazhdonin të punonin për të dhe të raportonin atij edhe pse ai nuk u fliste fare.